Në rrugën Shtypska në Tetov, punimet për ndërtim kanë nisur disa javë para zgjedhjeve lokale. Megjithatë, edhe pas 3 muajsh, rruga ende nuk është asfaltuar dhe vazhdon të jetë mbuluar me baltë. Tërhequrat e shiut dhe borës kanë bërë që balta edhe më shumë të shtohet, ndërsa banorët thonë se nuk mund të hyjnë as në shitore për shkak të baltës që bartin. Banorët kërkojnë që të merren masa sa më parë, pasi që situata është shumë e keqe dhe e papërballueshme. Trëm dimuj e gjimë s'ka, kjo u dha gji nuk u bon, që të mbetëm që kështon, se në hina e në shpej. Që janë, në katastrofë. Sulu, shësina i kanë lënë gjumë. I kanë plasë sevat, e nëse një ndreqim cevi, nuk vëjnë të ndreqin e në cevi. Që bandera shikjo, banderën e mba që tjeli i sahatit, më do për kene banderja. E kanë kopat që të banderën e vajnë si cëla kompani, një sahat punon e në shkon. Trën dimuj e gjimë që kështan, në shofë është sina, kitë loqë, se në shkojna në ndyqon, se në hina, nuk në lanë njerëzit në ndyqon të hina kitë loqë. Katastrofë, në mbajtë. Gjuna është, turpi madhë është gjinë, qëllo? Që në vjesht, kaloj dimri edhe nuk është ba rruga, edhe të pak, ma kujdes, të shpedon, nuk është të punë, rrugë që është një kashë, është rrugë kryesore këtu, është rrugë të cilët kanë ka lëvizjet më dhaja edhe kanë edhe veturën, nuk kanë njerëzit ku t'i parkon veturat, pastaj këtu është edhe aj pazarit, ditën e hitë është problem, ka baltë, në shtëpi tona nuk hejët në shpi, çdo ditë po i pshim edhe këpucët edhe shumë. Ka një 3 muaj, valla 4. Ka një as njerëz bëjt. Shumë keq, valla. Këtë duhet ta rregullojnë punën. Që është vetë si kalojnë unë që ata i dalë në asfalt, ama këto qerës janë. Unë e bëna krejt me grillë, të më pruna vetë grillë, edhe shte ma bënë prap me baltë. Shumë keq. Këtë pi komunës kjo vajnë, kjo gabimi i komunës është. Ka njerëz që din të organizojnë punën. Imi, bajgjin zort imi. Se sikur e shofës edhe vetë, këtë lot është. Kjo as nuk kalohet mirë, as nuk hinjet. Ka njerëz që kanë nevoj për ambulanta, për asë ama nuk hinje, edhe taksit nuk ndalet. Po kjo rrugë mos gaboj është, dhe më thënë, para zgjedhjeve, është fillu një 2-3 javë, edhe punon një kompani e la gjysëm, iku erë tjetra, më thënë tash ka 2-3 muaj, mos gaboj, edhe për mjerim është e kjo. Koha e mirë është, nuk punon askush, s'di se qartë thonë ma keq s'ka, këpucet, kombet, hecim në përloq, me në lana mundana që të shkojmë se du të shkojmë punë edhe. Në punë nuk shkojt me loq, me 2-3 palë këpuc mundana, nuk merë masa askush këtu. Nga komuna e Tetovës pranojnë se ka pasur vonesa dhe thonë se nëse operatori që ka fituar tenderin nuk fillon punët, do të merren masa në bazë të kontratës që kanë. Është vërtet se ka patur vonesat kanë ardhur shkak i punimeve që kanë realizuar operatorët kablovik, operatori EVN, por edhe shkaku i punimeve për instalimin e infrastrukturës nëntoksore gjithësisht kanalizimit atmosferik. Tani jemi në fazën e fundit tek tamponimi dhe asfaltimi i rrugës, pas stabilizimit të kushteve klimatike, i kemi dhënë urdhër kompanisë që menjëherë të vazhdoj me punimet. Në rast vonese, padyshim se do të merren masa nga komuna e Tetovës. Kjo nuk është rruga e vetme në Tetovë që ka mbetur e papërfunduar. Shumë rrugë kanë nisur para zgjedhjeve lokale dhe janë lënë në gjysmë.